Jamarbër Maltezi, dhëndri liderit të opozitës Sali Berisha, ka nxjerr blov duke publikuar fakte që tregojnë mashtrimet e gjyqtares Irena Gjoka, e cila ka tentuar të mohojë dënimin në Greqi, teksa rendit 4 shkelje të rënda të Irena Gjokës, dënimin penal në Greqi, dëbimin 2 herë nga ky shtet, falsifikimin e kontratave dhe akteve ligjore, si dhe falsifikimin e formularit të dekriminalizimit. Maltezi tregon se Irena Gjoka ka falsifikuar edhe një prokuror që Gjoja e ka firmosur në vitin 2003. Sipas prokurës, Irena Gjoka pretendon se ka qenë e martuar me Stefan Gjokën në vitin 2003, kur në të vërtetë bashkëshorti i saj i arshëm në ato kohë rezultoni martuar me një tjetër bashkëshorte. Prokura e firmosur në vitin 2003 nga vetë Irena Gjoka shkruan se ajo është bashkëshorte e Sotira Gjokës që nga viti 2003, kur në fakt në gjendjen civile ai figuronte i martuar me një grua tjetër, ndërsa Irenën është martuar në vitin 2006, siç shihet nga certifikata e martesës. Ka falsifikuar deklaratën në ILDGP, pas kësaj ka falsifikuar edhe kur ka paguar tatime 20 vjet vonesë për paratë pa justifikuara dhe të pa deklaruara, nuk deklaroi dhe falsifikoi formularin e dekriminalizimit, si për dy dëbimet nga Greqia, ashtu edhe për dënimin penal, dhe të gjithë kanë mbyllur syt sepse këtë dhumë e keq përdorin sipas nevojës. Për të justifikuar 60.000 euro, Irena Gjoka ka përdorur një kontratë të panoterizuar me saj dhe burrit të arshëm Stefan Gjoka. Mirëpo edhe këtu Irena Gjoka ka përdorur një kontratë të panoterizuar, e cila sipas saj përket vitit 1996. Falsifikimi qëndron në faktin se teksti është shkruar me programin Microsoft Word, i cili u shpik në SBA në vitin 1996, ndërsa Irena Gjoka vetëm një vit më pas pretendon se përdori këtë program kompjuterik në Fier. Programi Microsoft Word doli për herë të parë në Palo Alto, Kaliforni, në vitin 1995, por menjëherë gjeti rrugën për në Fier dhe në shkurt të 1996 kishte hyrë në Fier te kontrata e qeras mes burrit të arshëm të Irenës dhe vëllezërve të Irenës, kontratë pa noter por me Word dhe me Windows, me font Times New Roman 12, me funksionet bold dhe underlined, siç janë sot. Këtë kontratë ka paraqitur Irena me 3 mbiemra si bazë për të siguruar paratë e ardhshme dhe syleshat e belindesha të vetingut e pranuan për të justifikuar paratë e palishme të Irenës. Falsifikimi bëhet edhe më i rëndë kur kontrata që pretendon Irena Gjoka është hartuar në përputhje me nenet 801-825 të Kodit Civil. Mirëpo Kodi Civil, që ishte në fuqi në vitin 1996, kishte vetëm 198 nene. Aso kohë ishte në fuqi ligji numër 7850 datë 29/7/1994, Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, i cili ka vetëm 198 nene, si e dinte kontrata e vitit 1996 se do të ishte në përputhje me nenet 801-825 të Kodit Civil të 20 viteve më pas. Mbi bazën e këtij mashtrimi, syleshët dashamirës të vetingut e lejuan që të paguante tatim fitimin të 60.000 euro të palishme që Kinse i kishte fituar para 20 vitesh. Pra në 1996 ishte në fuqi kodi miratuar në 1994 që kishte veç 198 nene. Në përfundim, Jamarbër Maltezi shkruan se injorimi i ligjeve, mbyllja e syve ndaj falsifikimeve, proceset politike në injorim të fakteve janë tregues të drejtësisë së kapur dhe jo të shtetit ligjor. Ai sjell në vëmendje faktin se edhe pasardhësia e Irena Gjokës në procesin politik ndaj Sali Berishës po bën të njëjtën gjë si paraardhësia e saj.